keni vënë re ndonjëherë një zog që ndërton fole pranë dritares tuaj, në balkon apo pranë kondicionerit? Mund të duket si një rastësi, por për shumë kultura në mbar botën, kjo nuk është thjesht një veprim instinktiv. Zogjt janë të zgjuar dhe shumë të ndjeshëm ndaj energjisë përreth. Ata zgjedhin vende të qeta, të sigurta dhe me atmosferë të mirë për të rritur të vegjëlit e tyre. Nëse ata kanë zgjedhur shtëpinë tuaj, ky mund të jetë një mesazh. Disa besojnë se kjo është shenjë e fatit të mirë, begatisë dhe fillimeve të reja. Të tjerë e shohin si mbrojtje shpirtërore apo një ftesë për të reflektuar mbi jetën dhe lidhjen tonë me natyrën. Në videon tonë do të mësoni pse nuk duhet të nxitoni ta hiqni qafe një fole, çfarë simbolika shfshe dhe si ta shihni këtë si një dhuratë të vogël nga universi. Shenjë e fatit të mirë.